Ishte e nevojshme që Hashimi të shkonte në Sloveni dhe të vizitonte Demaçin. Kishte ndonjë shqetësim konkret Adem Demaçi? Përgjigje, po. Pyetje, cili ishte problemi Adem Demaçit? Përgjigje, pavarësia. Kolegët shqiptarë amerikanë në kështjell i thash ku është Hashimi? Ata mu përgjigjën që shkojnë në Sloveni për të folur me Demaçin. Pyetje. Atë thanë, pse po shkonte të fliste me Adem Demaçin? Përgjigje. U interesova në fakt. E bëra këtë pyetje. Si na shërben kjo, u thash, si e shërben kjo procesit? Dhe përgjigja ishte që ishte domosdoshme për arsye politike dhe kulturore. Ishte nevojshme që Hashimi të shkonte në Sloveni dhe të vizitonte Demaçin. Pyetje. A zbulove më vonë pastaj se si lidhej kjo vizitë me Rambujën, nëse kishte ndonjë lidhje? Përgjigje po, pyetje, çfarë zbulove, çfarë mësove? Përgjigje. Gjatë kohës që delegacioni kosovar ishte në Rambujë, edhe po bënin ecuri, kishte progres për nënshkrimin e marrëveshjes, por ama kishte trysni nga jashtë, të cilat i diskutuam më herët sot, nga komandantët lokal, por gjithashtu kishte presion ideologjik, po them dhe kulturor, po e shtoj, prej Adem Demaçit, i cili po pengonte progresin e këtyre negociatave. Edhe po them me të ngjarë, po cënonte lëvizjen për realizimin e kësaj marrëveshje. Prandaj duhet trajtuar ky aspekt. Pyetje. Me sa keni ju djeni, a ka pasur ndonjë problematik konkrete? Kishte ndonjë shqetësim konkret Adem Demaçi? Përgjigje, po. Pyetje, cili ishte problemi Adem Demaçit? Përgjigje, pavarësia. Thoni, përshtypja im ishte që Thaçi nuk ishte autoritet për të dhënë pëlqim marrëveshjes, pa marrë miratimin e komandantëve regional të UÇK-s, veçanërisht për faktin se këtë e kundërshtonte Adem Demaçi. Pyetje, ku e keni bazuar këtë përshtypje? Nga ju është krijuar kjo përshtypje? Përgjigje. Më shkrijuar kjo përshtypje për shkak të mënyrës se si reagoi Hashim Thaçi, ose reagonte ndaj telefonatave, apo nevojës për të larguar nga Rambujëja, për të shkuar në një takim me Adem Demaçin dhe për shkak të këmbguljes së vazhdueshme, se shpesh më kërkonin mua të dilja nga kështjella, të flisa me Dino Hasanin, me përfaqësuesit, siç më tha atëherë këta ishin përfaqësuesit e komandantëve lokal. Pra kjo ishte e vazhdueshme, më kërkoi vazhdimisht. Më lejoni të shtoj dhe diçka, ju lutem, Mishetiç, po. Përgjigje. Nuk është se puna se më thanë, je juristi, shko mbu shumë mendjen, shko tregoj atyre çfarë po bëjmë ne këtu, ose informoj për zhvillimet më të fundit. Nuk kishte ky lloj komunikimi. S'po flasim për këtë lloj marrëdhënie. Mishetiç. Po ju thatë, dua të pyes për diçka. Ju thatë, angazhimi i tyre për të më dërguar mua shpesh jashtë kështjellës për të folur me Dino Hasanin dhe me përfaqësuesit, siç më thanë të komandantëve të zonës. Unë asnjëri çfarë do të thoni, siç më thanë të komandantëve të zonës? Përgjigje. It's kaleidoscope. Për shkak të
unë kisha marrëdhënie të ngushtë me Dinon, miqësore dhe kolegjale. Dhe kur shkova tek hoteli, dhe kur më tha Dino, hajde pak te hoteli, takohemi me komandantët lokal, shkova, i thash Dinos sa mirë që u takuam sërish. Edhe aty ishte disa persona të tjerë te kafeneja, te kafja ku ishim. Dhe Dino më tha, këta janë shokët e mi të UÇK-s. Jemi të shqetësuar dhe duam bisedojmë me ty. Natyra kulturore dhe konfidenciale nuk ishte atill që ta prezantoheshin, thoshim mua ky është Fredi, ky është George, nga kjo zonë, nga kjo zonë. Por në atë kohë, unë e me konceptova kështu, ky është Dino, dhe janë shokët e tij. Ishte e qartë që Dino Hasani ishte shqiptaro-amerikani që kishte lidhjet më të ngushta publike me UÇK-n. Pra, kur Dino ja tha, këta janë shokët e mi nga UÇK-ja, për mua ishte e qartë që, pra, këta janë persona me pushtet dhe me autoritet brenda UÇK-s. Dhe detyra ime ishte të ndihmoja të bënin të qarta pikat që donin të paraqiteshin dhe të merrja udhëzime prej tyre sa i takon zhvillimeve në gjatë negociatave, nga pikpamja teknike dhe juridike, të shërbeja pra si urlidhse mes tyre që ishin jashtë kështjellës dhe atyre që ishin brenda kështjellës nga UÇK-ja.